Tani, shkurtimisht e kjo çështja e negociatave, në çfarë kushtesh ulet SBA për negociatat? Shumë shkurtimisht, tu që të kap dhe një element tjetër. Negociatat janë top secret, nuk i di asnjë. E vetmja gjë që kemi thënë është që siç deklaroi presidenti Trump, spari ajo që është shumë e rëndësishme për çdo që ka studiuar Iranin, ato janë duke negociuar me Mohamed Kalibafin. Mohamed Kalibafi është përfaqësuesi i linjës Ashpër, ish general major i forcave ajrore, kryetari parlamentit. Ka thënë vetëm që po negocioj me njerëzit e duhur, nga deklaratat e fundit kjo ka qenë. Dhe ju thoni po negociohet me Mohamed Kalibafin, po. Të cilin paktën kam një 15 vite që studioj si mënyrën se si operon në strukturën politike dhe të sigurisë, është një nga negociatorët më të mirë, është një nga negociatorët pothuajse në të njëjtin nivel me Ali Larijanian, madje Trumpi deklaron se Trumpi kret ndryshe nga presidentët e tjerë, i thot ca gjëra të vërteta që s'duhet i thojnë fakt. Tha që po shohim edhe mundësinë për të mbështetur këtë Mohamed Kalibafin. Si duket, janë gjetë linjat e komunikimit dhe në këtë rast më lejo të theksoj se kush është edhe ndërmjetësi, është shefi i shtabit i përgjithshëm të Pakistanit, Field Marshalli Asim Munir, i cili po negocion këto negociata, i cili ka një marrëdhënie të shkëlqyer edhe me dhëndrin e presidentit Trump, por edhe me përfaqësuesin tjetër, negociatorin tjetër kryesor të presidentit Trump. Çfarë sjell kjo për negociatat atëherë? Kur dim këto, se dakord, pikat nuk mund të dim, por kur dim këto, kur dim filozofinë e këtyre dy personazheve që ju përmendët. Shiko, për te modestisë ne dimë çik më tepër, po nuk kemi të autorizuar të themi gjëra që nuk janë interes të publikut. Në interes të publikut është vetëm një gjë, që të gjitha palët janë të interesuara përveç Izraelit, thash, i cili do Iranin të pranoj kushtet, të ketë ndrim regjimi, të ballkanizohet, të ndahet në 4-5 shtete, të bëhet si Siria sotme, shkatërrohen komplet sistemet e ushtarake, të mos ketë fuqi ekonomike, e më radhë. Por e ka të pamundës, nuk ka fuqi ushtarake vetën që ta bëjë, vetëm nëpërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës tashmë ka dalë jashtë interesit Izraelit për shkak se dhimbja dhe kosti është përtej asaj që mund të marrë në shpinë administrata amerikane. Dhe në këtë këndvështrim, Trumpi po kërkon të gjejë një zgjidhje e cila do të kënaqë edhe Iranin, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që është e qartë është që sa e radhë Irani është i vendosur që të mos pranoj armëpushim pa plotësuar kushtet e veta. Është qartë kjo. Dhe kemi dhe një element tjetër këtu që doli në pagj gjatë këtyre 4 javëve, përplasja SBA ose Trump NATO, SBA ose Trump Bashkim Evropian. Çfarë leksioni nxori kjo? Lidhur dhe me marrëdhëniet apo dhe me një lloj ndryshimi në balancat e qëndrimeve? Presidenti Trump me një vizion shumë të qartë, shumë të zgjuar në raport me Federatën Ruse, e filloi që në muaj shkurt kur u fut në Shtëpinë e Bardhë me politikën e jashtme drejt Eurazisë, pra në lidhje me konfliktin midis Ukrainës dhe Federatës Ruse, për të gjetur një rrugë të mesme. Pra për të ndaluar një pjesë të madhe të fondeve, të cilat kishin shkuar $160 miliardë, dhe ishte e papranueshme për administratën amerikane të vazhdonte të dërgonte një sasi kaq të madhe pajisjesh sistemesh bashkë me Europën, dhe ndërkohë që s'kishin arrit asgjë në fushë betejë. Sepse edhe pse ka 4 vite ky konflikt, edhe pse janë dërguar $100 milion me përfshirjen e administratës Biden, e gjithë Bashkimi Evropian nuk arritën të zbatojnë asnjë objektiv strategjike kundër Federatës Ruse.